Përshëndetje miq që jemi në prag të festave, sot do t'ju tregoj se si të përgatisim një maskë për fytyrën, që ta kemi fytyrën të pastër, të butë dhe elastike, por aman pa argjime, me kos, një kokërmoll dhe mjalt. Mjaltat që keni në shtëpi, unë kisha atë mjaltin që ishte mjalt me lavanda, dhe thjesht fare sot mas dite thash do t'i dedikoj vetëm vetes time për bukurinë. Ngri mollën me rende, masi kemi hequr lëkurën, e hedhim në një pjat, një lugë kafe e kosin e kam bler tek Eurospin, jogurt magro quhet, një lugë kafeje mjalt, në fillim e fillova me këtë prej druri, thash po i bi shkurt. Mjalti shumë e mirë, si që thash, mjaltin që keni në shtëpi, është shumë e mirë, provojni këto receta, megjithatë në vazhdim do të tregoj receta të tjera me mollë. Janë domethënë receta pa argjime me ato që keni në shtëpi dhe bëjmë edhe të bukura, pa lek. Kjo ishte maska, mbasi keni pastruar fytyrën, vendosin fytyrën, mbani 20 minuta, mbas 20 minutash e keni fytyrën të butë dhe elastike. Ciao ciao.